Partia Socialiste ka ndërmarrë një hap të ri për të minimizuar nepotizmin brenda radhëve të saj duke krijuar një komision etike. Ky projekt u prezantua para grupit parlamentar të Partisë Socialiste në praninë e Edi Ramës, ndërsa detajet u bën publike nga kryetari i grupit Taulant Balla. Familjarët e deputetëve që deri tani janë të punësuar në administratën shtetërore duhet të dorëhiqen nga puna ose deputeti humbet mandatin. Balla theksoi rëndësinë e ndarjes së qartë mes funksionit politik dhe lidhjeve familjare. Ai deklaroi se anëtarët e familjes së deputetëve të Partisë Socialiste nuk duhet të kenë angazhime në administratën publike, duke shtuar se kushdo që ndodhet në këtë situatë duhet të shkëputet nga ky pozicion. Komisioni i ri i etikës brenda Partisë Socialiste do të drejtohet nga Lindita Nikolla. Anëtarët e këtij komisioni janë Kiduina Zaka, Erion Malaj, Mariana Koçeku dhe Ermale Lezi. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.